të mos e shohim realitetin ashtu siç është. Dhe ky realitet është një realitet ndryshe nga çdo parti politike sepse ka besueshmërinë, por ka edhe, për mendimin tim, edhe kujdesin. Sepse ata janë duke u bërë gjithnjë më të moçur për të mos rënë pre e provokimeve dhe përçarjes. Dhe kjo është të ecësh një hap përpara gjithë retorikës së qeverisë. Mirë, unë do ta diskutoj pas pak me zotin Lubonja se çfarë e rrezikon këtë protestë, por le të likim pak momente, pa koment apo me efektet e protestës se çfarë po ndodh aty e më pas kthehemi përsëri në studio. Tani zoti Lubonja, ne pamjet po e shohim, ka brohoritje, ka shumë gjallëri, por për të gjithë, madje po e thon me fjalët e Tanit në fund që si do të çfarë mund ta çfarë mund ta friksonte këtë protestë, çfarë mund ta prishte këtë protestë, çfarë mund ta rrezikonte. A sheh ndonjë rrezik apo është një hop që ka nisur dhe do të ecë vetë përpara? Ka shumë rreziqe. Një nga rreziqet për shembull është pikërisht indiferenca e pushtetit në kuptimin që dilni ju, po unë nuk pyes. Ku indiferenca e pushtetit? Mbrojtja le të themi. Kur ti del në një protestë dhe zëri yt dëgjohet, edhe jo kaq e madhe, po qoftë një grup i vogël, del një protestë për një çështje, rriolli kur ishte në fillim atje. Kur ti shikon që një pushtet i përgjegjshëm shef çështjen dhe reagon, të jetë të drejtë për shembull dhe vepron. Atëherë ti merr kurajo nesër dalësh prapë se na kam pirë ky ne. Ndërsa i thot dilni ju, shojnë, po unë kam punën time, 100 let lejnë, karvani im shkon përpara, ju jeni 100 që lejni. Kjo e pakson njerëzit. Dhe normalisht për mendimin tim, që tani duhet kishte reaguar. Shikoni reagimin e Ramës. Jo, thot, dalin dhe 800.000, thot. Po nga dita në ditë Ramën si e parë, se ditën e parë u shfaq si... Më the cilat janë rreziqet. Apo jo. Ky është një rrezik. Një rrezik. Që njerëzit lodhen, e bëm tonën, e bëm edhe s'reagon pushteti, dhe kjo ka qenë edhe njihet si teknika që përdor pushteti për të mpirë njerëzit dhe për t'i demoralizuar. Dhe kjo mund ndodhi. Pastaj një rrezik tjetër për mendimin tim, cili është? Është ajo që folëm edhe me Tani që tha lumi, domethënë unë mendoj